Në kuadër të sezonit veror, Bashkia Dropull ka marrë masat për ndërhyrje në funksion të mirëmbajtjes së kanaleve vaditëse, me qëllim garantimin e ujitjes për sipërfaqet bujqësore. Në këtë bashki ka një rrjet prej 209 km kanale vaditëse, të ndara në të para, të dyta dhe të treta. Aktualisht funksional janë rreth 80 km, ku do të përqendrohet edhe ndërhyrja për pastrim dhe rikonstruksion. Bashkia Dropull ka marrë masat për të siguruar ujitjen e këtyre sipërfaqeve, sidomos të ministrit gjatë periudhës së verës. Kemi bërë kontrollin në terren të rezervuarve dhe gjendjen e tyre. Së shpejti do të kemi dhe një takim me këta fermer për të përcaktuar ose për të na kontraktuar se sa sipërfaqe kanë mbjellë, në mënyrë që dhe neve të bëjmë planifikimin e vaditjes në periudhën e verës me këta fermerët. Siç dihet, edhe gjatë dimrit si vjet nuk ka patur një sasi rreshjesh të mëdha dhe një pjesë e mirë e rezervuareve nuk kanë arritur që të mbajnë kapacitetin e tyre maksimal ujëmbajtës. Në këtë mënyrë neve do të vëmë në dijen dhe fermerët për të patur parasysh që edhe gjatë mbjelljeve të kenë parasysh që nuk do të ketë sasi të mëdha ujë në rezervuar. Bashkia Dropull është kryesisht e njohur për kultivimin e të lashtave dhe foragjerëve, ndaj funksionimi i rrjetit ujitës është prioritet për të garantuar prodhimin dhe të ardhurat e fermerëve. Janë shumë banor dhe fermerë dropullit të cilën merren me kultivimin e bimëve bujqësore në tokat, por janë dhe fermerë të cilët vinë nga Bashkia e Libohovës, të cilën marrin toka me qira për të kultivuar sidomos misër në Bashkinë Dropull. Kanalet vaditëse pjesërisht janë në funksion, gjithashtu tani neve kemi bërë dhe një projekt për përmirësimin e strukturës dhe të gjendjes rezervuarit të madh të Pepelit dhe të kanalit kryesor vaditës nga Pepelit, për të cilën shpejt do të fillojnë edhe tenderimi i tij. Me këto ndërhyrje synohet që sezoni i verës të mos gjejë fermerët të papërgatitur për përballimin e thatësirës.